Ndërsa makineri të rënda ka nisur të hapin terrenin pranë rrugës Klingu-Rakoc dhe punimet për stabilizimin e rrëshqitjes kanë hyrë në fazën e parë. Vëmendja nuk është më vetëm te rruga. Disa metra më tutje brenda një obori privat, ku projekti parashef vendosjen e pilotëve të betonit, ka lindur një tjetër çështje, se si u nisën punimet para se të përfundojnë procedurat e shpronësimit. Pamjet nga terreni tregojnë se bëhet fjalë për një ndërhyrje të rëndësishme inxhinierike, e cila nuk kufizohet vetëm brenda brezit rrugor. Për të kuptuar më mirë për masën e projektit, sasia e betonit që do të përdoret, mënyrën se si do të duket struktura pas përfundimit punimeve dhe sa hapësirë do të zë brenda pronës private, Kiks Kosova ka tentuar të marrë një prononcim nga përfaqësuesit e kompanisë që po kryejnë punimet në terren. Përfaqësuesit e operatorit ekonomik nuk kanë pranuar të japin deklaratë zyrtare para kamerës. Ata kanë arsytuar se janë vetëm zbatues të një projekti të hartuar dhe të porositur nga Ministria e Infrastrukturës dhe se të gjitha pyetjet që lidhen me projektimin, shpronësimin apo procedurat ligjore duhet i drejtohen institucioneve kontraktuese. Megjithatë, gjatë komunikimit me ekipin e Kiks Kosovës, ata kanë konfirmuar se projekti parasheh vendosjen e pilotave të betonit edhe brenda pronës private, ku tashmë kanë nisur punimet. Për të marrë sqarim rreth pretendimeve të pronarit dhe procedurave që janë ndjekur për realizimin e projektit, Kiks Kosova ka kontaktuar edhe zëvendësministrin në detyrë të infrastrukturës, Zef Morina. Ai konfirmon se është një djenitë e rastit dhe pranon se një pjesë e punimeve po zhvillohen në një parcelë që ende nuk ka kaluar procedurën e shpronësimit. Megjithatë, sipas tij, situata në terren ka qenë e tillë që nuk ka lejuar pritje të gjata procedurale, pasi rrëshqitja e dheut paraqiste rrezik serioz për qarkullimin dhe për banorët e zonës. Morina thot se segmenti i dëmtuar ka paraqitur rrezik të vazhdueshëm dhe se ministria ka vendosur të ndërhyjë me urgjencë për të stabilizuar terrenin dhe për të parandaluar pasoja të mundshme. Po ju keni sigurisht e pjesë është ka pësu lëndime, dëmtime shumë më dhe është rrezik edhe për udhëtar, po edhe për vetat familja aty që banon. Që na tash e kemi kontraktuar kompaninë e cila është duke bërë sanimin e asaj pjese. Natyrisht e bëhet me material fortë, mirë të sigurt. Ndoshta është e mundën që ata është me siguru edhe një pjesë ku mbrana brezit rrugor, por ndoshta është pjesë e pashpërndsuar, sa ideali më ka thënë. Sipas zëvendësministrit, ministria e ka njoftuar pronarin se procedura e shpronësimit do të zhvillohet, por argumenton se proceset administrative nuk mund të përfundojnë me shpejtësinë që kërkohet situata në terren. Shpronësimi i kam treguar se bëhet, por nuk mund të bëhen këtë kohë kaq shpejt, përderisa intervenimi do të bëhet shumë shpejt, sepse situata nuk është mirë, është emergjente në terren aty. Ne do të më siguroj jetën e qytetarëve që lëvizin aty. Ai thot se pronarit i është kërkuar dokumentacioni i nevojshëm për nisjen e procedurave dhe se kompenzimi do trajtohet sipas procedurave ligjore të shpronësimit. Kam thonë me pruaj kërkesën për shpronësim, me pru posedimin dhe certifikatën e pronës, sigurisht që Ministria e Financave bën shpronësimin përmes komisionit që bën, por ajo do t'i shpronësohet, i kam treguar, nuk kemi dëshirë me dëmtuar si qytetar, por për shkak të afatit kohor, na është dashur me intervenu shpejt me siguruar atë rrugor, sepse me vërtet ka qenë shumë rrezik për kalimtarët aty. Deklaratat e zëvendësministrit konfirmojnë se procedura e shpronësimit nuk ka përfunduar para nisjes së punimeve, por sipas ministrit, ajo pritet të zhvillohet paralelisht me realizimin e projektit. Për këtë investim, disa ditë më parë, ministri i infrastrukturës Dimal Basha kishte njoftuar publikisht për nisjen e punimeve.